Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Dashnori më ftoi në dasmën e vet. Nuk e di nëse kjo histori është më shumë një tallje e fatit që më ka ndodhur apo një shuplak që ma dha vetja ime. Por megjithatë, po e tregoj. Ndoshta dikush do më kuptoj ose të paktën do më mësoj si të mos bie më në gropa që i hedh vet. Unë quhem Vanessa, jam 29 vjeçe, e zonja në punë, por shumë naive kur vjen puna te zemra. Një vit më parë, njoja Ardin, i pashëm, karizmatik me atë buzëqeshjen që dukej sikur i hapej vetë qielli për të. Nuk më tha që ishte i lidhur, nuk më tha asgjë për jetën e tij private. Dhe unë rash pre. Rash sigurët që rokullisën vetë ngadalë dhe nuk pushojnë më. Takimet tona ishin të rralla, të fshehta dhe të çuditshme. Një pjesë e imja dyshonte gjithmonë, ndërsa pjesa tjetër krijonte iluzione. Mbase është i ngarkuar me punë, mbase është tip i mbyllur, mbase nuk do ta shfaq veten shumë. Dhe ja ku filluan të gjitha gabimet. Fjalët që vërtiten nëpër kokë bëhen më të forta se realiteti. Një mbrëmje, ndërsa përja në krevat me telefonin në dorë, më vjen një mesazh nga ai. Kam një ceremoni shumë të rëndësishme javën tjetër. Duaj që ti të vish. U emocionova. Mendova se do më prezantonte si partnerin e tij. Ndoshta ishte koha që të dilnim hapur, mbase kjo ishte një lëvizje e madhe. Çfarë ceremonie i shkruaj? Ai më përgjigjet: dasma ime. Në atë moment zemra mund dal sikur dikush e shtrydhi mes gishtave. Nuk e mora si shaka, nuk e mora si keq kuptim, e mora si thik. I shkrova: po unë çfarë jam për ty? Më ktheu menjëherë pas një ndjesi faji. Ti je një njeri i rëndësishëm, por jeta ime është e komplikuar. Dua të jesh aty, sepse më jep forcë. Të jap forcë unë në dasmën tënde? Nuk e di çfarë lloj marrëzie më mbuloi, por pranova. Kur noton në pasiguri për një kohë të gjatë, edhe absurditeti të duket si shpëtim. Dita e dasmës erdhi. E vesha fustanin më neutral që kisha, as shumë të zbuluar që të dukesh as sfiduese, as shumë të mbyllur që të humbisja në turm. Nisa të shkoj me duar që më dridheshin. Në hollin e lokalit u përzia aroma e luleve me panikun tim. Muzika e butë më godiste veshët si ironi. Dhe aty mes turmës që qeshte, pash atë. Ardi, i veshur me kostum të zi, i buzëqeshur dhe shumë i lumtur. Unë nuk e kisha parë kurrë aq të lumtur në pranin time. Ai më pa, më sinjalizoi me kokë si të më thoshte: ulu, rri aty dhe mos e prish festën. Dhe unë atë bëra, ula. Shikoja nusen një vajzë e qetë, e pastër me një dritë në sy. Nuk dukej ashpër, dukej pak më e qetë se ç'duhej. Nuk dukej njëri që meritonte të ishte viktime gënjeshtrave të një burri që ushqente zemrat e të tjerave për qejf. Në atë çast më zuri një lloj dhimbje që nuk më kishte kapur kurrë. Nuk isha vetëm e mashtruar, kisha qenë pjesë e mashtrimit të dikujt tjetër, dhe kjo më vrau më shumë se çdo ndarje, çdo fjalë dhe çdo zhgënjim. Kur çifti po bënte betimet, sytë e Ardit ranë mbi mua për një sekond. I ndryshoi krejt fytyra, sikur e kuptoi që nuk isha më ajo që kishte njohur. Nuk qava, nuk bërtita, thjesht u ngrita dhe dola jashtë. Në obor, mora frym thellë, pastaj shkrova 3 fjalë me mesazh. Të lutem, mos më kërko më. Ai më telefonoi vazhdimisht, e bllokova, më shkroi nga numrat të tjerë, i bllokoja të gjithë numrat, erdhi më kërkoi te puna. I thash qartë me zë të ulët të pathyeshëm: nuk dua të jem kapitulli që fshe, dua të jem historia e dikujt, jo hije e historisë së tjetrit. Dhe u largova. Sot jam e qetë, jam shumë e fortë, nuk jam e padëmtuar, plagët ende më ngacmojnë në mbrëmje, por jam zgjuar. Dhe kur zgjohet një zemër, nuk bie më në gjumë lehtësisht. Nuk e ftoj askënd të më besojë në fjalën time, por nëse kjo histori ka një mësim, ai është pikërisht ky. Kush të do, nuk të fshe. Kush të vlerëson, nuk të fton kurrë në dasmën e vet.